Horoskopi ditor, 9 shkurt. Energjit dhe mesazhi për çdo shenjë zodiaku. Data 9 shkurt sjell energji që kërkojnë qartësi, vendosmëri dhe përgjegjësi personale. Kjo ditë nxjerr në pas zgjedhjet që janë shtyrë dhe kërkon përballje të ndershme me realitetin. Disa shenja do ndjejnë nevojën të riorganizojnë jetën praktike, ndërsa të tjera do marrin sinjale të forta në marrëdhënie dhe financa. Energjia e kësaj date shpërblen ata që veprojnë me maturi dhe vetdije, duke ndërtuar stabilitet përmes vendimeve të menduara dhe jo impulseve të momentit. Dashi. Një ndjenjë urgjencë shfaqet dhe kërkon vetë kontroll të lartë. Në punë, një situatë kërkon durim dhe analizë përpara veprimit. Vendimet impulsive mund të krijojnë tensione të panevojshme. Në marrëdhënie, komunikimi i qartë ndihmon të shmangen keqkuptimet. Beqarët ndihen më të hapur ndaj njohjeve që ofrojnë qartësi. Financiarisht, dita kërkon kontroll dhe shmangje të shpenzimeve të nxituara. Emocionalisht, balanca rritet kur energjia drejtohet te prioritetet reale. Kjo datë nuk është për nxitim, por për strategji. Kur ndalon, reflekton dhe vepron me vetdije, ndërtimi bëhet më i fortë. Një bisedë në mbrëmje sjell qartësi dhe ndihmon në vendosjen e drejtimit të duhur për hapat e ardhshëm. Demi. Qëndrueshmëria dhe siguria janë tema kryesore. Në punë, përfundimi i çështjeve të mbetura sjell lehtësim dhe qetësi mendore. Dita favorizon konsolidimin, jo ndryshime të mëdha. Në marrëdhënie, prania dhe durimi yt krijojnë besim. Beqarët tërhiqen nga persona të qetë dhe të sinqertë. Financiarisht, kjo datë është e përshtatshme për planifikim dhe rregullim buxheti. Emocionalisht, qetësia rritet kur ruhet një ritëm i qëndrueshëm. Kjo ditë shpërblen durimin dhe zgjedhjet e menduara. Kur nuk nxiton dhe i beson procesit, gjithçka ecën më natyrshëm. Një moment reflektimi në fund të ditës ndihmon të kuptosh më qartë objektivat afatgjata dhe të ndihesh më i sigurt në vendimet personale. Binjakët. Fluksi i informacionit kërkon organizim dhe fokus. Në punë, zgjedhja e një prioriteti ndihmon të shmangësh shpërndarjen e energjisë. Komunikimi i drejtpërdrejtë sjell qartësi dhe shmang vonesat. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë përmirëson afrimin emocional. Beqarët përfitojnë nga një njohje që nis përmes bisedës. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj detajeve të vogla. Emocionalisht, qetësia vjen kur mendimet vendosen në rregull. Kjo datë favorizon rishikimin e planeve dhe korrigjimin e drejtimit. Kur fokusohesh në thelb dhe jo në shpërqendrime, ndihesh më i sigurt. Një mesazh ose ide në mbrëmje sjell motivim për të vazhduar me qartësi. Gaforia. Ndjeshmëria rritet dhe kërkon mbrojtje emocionale. Në punë, një situatë duhet trajtuar me qetësi dhe profesionalizëm. Mos e merr çdo gjë personalisht. Në marrëdhënie, hapja emocionale dhe dëgjimi aktiv forcojnë lidhjet. Beqarët kuptojnë më mirë çfarë kërkojnë nga një lidhje. Financiarisht, dita kërkon disiplinë dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Emocionalisht, forca rritet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo datë nuk favorizon vendime të mëdha, por reflektim dhe vëzhgim. Kur i beson intuitës dhe ruan qetësinë, zgjedhjet bëhen më të sigurta. Një moment i qetë në mbrëmje sjell ndjesi stabiliteti dhe qartësie për ditët në vijim. Luani. Përgjegjësia rritet dhe kërkon udhëheqje të matur. Në punë, komunikimi i qartë dhe bashkëpunimi shmangin tensionet. Një ide e vjetër mund të rikthehet me potencial të ri. Në marrëdhënie, prania dhe respekti vlen më shumë se fjalët e mëdha. Beqarët tërhiqen nga dikush që ofron stabilitet. Financiarisht, dita kërkon rishikim shpenzimesh dhe vetë kontroll. Emocionalisht, balanca forcohet kur nuk kërkohet miratim i vazhdueshëm. Kjo datë mëson të udhëheqësh me shembull dhe qetësi. Kur vepron me besim të balancuar, rezultatet bëhen të qëndrueshme.
Një vlerësim në mbrëmje rrit motivimin dhe konfirmon drejtimin e zgjedhur. Virgjëresha. Nevoja për rregull dhe organizim ndihmon në qartësi. Në punë, përfundimi i detajeve të hapura rrit efikasitetin. Kujdes nga perfeksionizmi i tepruar. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë zgjidh paqartësitë. Beqarët ndihen më të sigurt kur shprehin pritshmëri. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim dhe kursim. Emocionalisht, balanca vjen kur lejon fleksibilitet. Kjo datë mëson se qetësia lind nga rendi i brendshëm. Kur ndjek një ritëm të qëndrueshëm, mendja pastrohet. Një ide praktike në mbrëmje ndihmon të përmirësosh rutinën dhe të fitosh më shumë kohë për veten dhe prioritetet personale. Peshorja. Ekuilibri është çelësi i kësaj date. Në punë, bashkëpunimi dhe dialogu i hapur sjellin rezultate pozitive. Një marrëveshje kërkon qartësi në detaje. Në marrëdhënie, ndershmëria forcon besimin. Beqarët tërhiqen nga persona të qëndrueshëm emocionalisht. Financiarisht, ruajtja e masës mbron sigurinë. Emocionalisht, paqja vjen kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo datë favorizon vendime të menduara dhe shmang shtyrjen. Kur vepron me drejtësi dhe qetësi, ndihesh më i sigurt. Një bisedë në mbrëmje sjell harmoni dhe ndjesi balancimi mes nevojave personale dhe kërkesave të jashtme. Akrepi. Intensiteti emocional kërkon ndershmëri. Në punë, transparenca ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të ndërlikuara. Shmang manipulimet. Në marrëdhënie, ndjenjat thellohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Beqarët kuptojnë më qartë qëllimet personale. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve shmang gabime. Emocionalisht, lëshimi i kontrollit sjell çlirim. Kjo datë favorizon transformimin dhe pastrimin e energjive të vjetra. Kur pranon realitetin pa rezistencë, forca personale rritet. Një e vërtetë e thënë në mbrëmje sjell lehtësim dhe hap rrugë për stabilitet më të fortë. Shigjetari. Kërkohet fokus dhe drejtim i qartë. Në punë, shmang shpërndarjen e energjisë në shumë ide. Një zgjedhje e menduar sjell lehtësim. Në marrëdhënie, sinqeriteti mbi pritshmëritë shmang paqartësi. Beqarët përfitojnë nga një aktivitet social. Financiarisht, dita kërkon maturi. Emocionalisht, qetësia rritet kur ekziston një vizion i qartë. Kjo datë favorizon reflektimin, jo nxitimin. Kur vepron me përgjegjësi, qartësia rritet. Një plan i thjeshtë në mbrëmje sjell motivim për ditët në vijim. Britsjapi. Përgjegjësitë kërkojnë durim dhe konsistencë. Në punë, përpjekjet fillojnë të vijen re gradualisht. Një këshill ndihmon qartësimin e një vendimi. Në marrëdhënie, prania emocionale forcon lidhjet. Beqarët tërhiqen nga stabiliteti. Financiarisht, planifikimi sjell siguri. Emocionalisht, qetësia vjen kur ruhet balanca mes detyrës dhe pushimit. Kjo datë favorizon hapa të vegjël, por të sigurt. Kur respekton ritmin personal, ndihesh më i fortë. Një bisedë në mbrëmje ndihmon të ndërtosh besim për vazhdimin. Ujori. Qartësia mendore rritet përmes riorganizimit. Në punë, idetë kërkojnë strukturë. Komunikimi i hapur shmang keqkuptime. Në marrëdhënie, hapja emocionale afron. Beqarët vlerësojnë sinqeritetin. Financiarisht, dita kërkon kujdes. Emocionalisht, balanca vjen kur shmang presionin e jashtëm. Kjo datë favorizon reflektimin. Kur origjinaliteti bashkohet me përgjegjësinë, lind qartësi. Një ide në mbrëmje sjell inspirim dhe drejtim të ri. Peshqit. Vetë kujdesi është thelbësor. Në punë, vendosja e kufive shmang lodhjen. Në marrëdhënie, butësia dhe sinqeriteti forcojnë sigurinë. Beqarët zgjedhin qetësinë. Financiarisht, kërkohet disiplinë. Emocionalisht, qetësia vjen kur respektohen nevojat personale.
Kjo datë favorizon balancën. Pushimi rigjeneron energjinë. Një moment qetësie në mbrëmje rrit harmoninë dhe besimin në vete. Energjitë e 9 shkurtit sjellin qartësi, prova dhe zgjedhje që nuk duhen neglizhuar. Çdo shenjë përballet me një mesazh të ndryshëm, por të gjitha udhëhiqen nga e njëjta temë. Vetdia dhe përgjegjësia personale. Universi nuk shtyn me atë që duhet vendosur, por as nuk imponon, zgjedhja mbetet në duart e tua. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë ndjeve më fort nga ky parashikim. Mbështete videon me një pëlqim që energjia e saj të përhapet. Abonohu në Zërin e Universit për të mos humbur asnjë mesazh të rëndësishëm. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për qartësi në këtë moment.